marrëdhëniet seksuale duhet me qenë të pëlqyeshme, të pranueshme për të dy partnerëve dhe duhet me u kryer në atë mënyrë që të dy partnerët me u kënaqë, me përjetu orgazm. Fatkeqësisht në realitet nuk ndodh gjithmonë kjo. Sidomos shumica e moshkujve janë të pakujdesshëm. Kur them janë të pakujdesshëm, po mendoj që nuk e njeh mirë fiziologjinë ose përgjigjen seksuale të vajzave apo të grave dhe mendon që me një lagje ose me një lubrifikim të vaginës edhe ajo ka përfunduar orgazmin dhe çka ndodh me një penetrim shpejt 10 minutë, 1 minutë e mbaron kë edhe çohet. Tash çka ndodh mas marrëdhënieve seksuale, njerëzit reagojnë në forma të ndryshme. Mashkujt për shembull që nuk e kanë idenë se çka ndodh gjatë orgazmës te vajzat të gratë, mendojnë që kanë kryer punën, edhe rrotullohen aty si babloka, nuk merren më me partnerin tjetër, nuk e kanë idenë a ka kaluar në orgazm ajo. Disa prej tyre kanë shprehi e ndezin një cigare, duke menduar se tash është babaxhan, ka përjetuar orgazm, e ka me fol shprehje e ka myt partnerin e vet dhe ka bëu gjëra që e tregojnë atë maskulinitetin e tina, që për fat keq shpeshherë është i oral, është i padëmshëm. Unë e njeh shpesh prej pacientëve që kanë nevojë masi të kryjnë djalë ose burri orgazmin, e din kjo që nuk ka gjas me përjetu orgazm me një partner të tillë, i cili e akulon shpejt, kthehet edhe ndez një cigare, kjo gjatë kësaj kohe detyrohet me masturbue, pra me vazhdu edhe pak, me stimulu veten për me mujt me përjetu orgazm. Pastaj është për fat keq një shprehi tjetër e çifteve të dy palë, por kur flas për shprehi të kësia ka shumë më shumë të djemt edhe të burra se sa të gratë. Gratë dhe vajzat janë më të përkushtuar, kërkojnë më shumë intimitet. Ato edhe pas orgazmës kanë qef me u dasht, kanë qef me u përqafë nga partneri, kanë qef me u përgdhel, që me vazhdu atë ndjenjë të kënaqësisë edhe disa minuta ose edhe një kohë caktuar. Kurse mashkujt kryesisht me ejakulim, me përfundim të orgazmës vete, nuk e çajnë kokën fare, disa shkojnë me njerë bojnë tush, disa dalin prej shtrati, disa shkojnë flajnë ose binë gjumë në dhomë tjetër, pra nuk reagojnë krejt njëjtë. Janë shumë të rrallë ata që edhe pas orgazmës, edhe pas ejakulimit e dinë që partnerja ka nevojë për ta. Ka nevojë me e vazhduat intimitet, që nuk përfundon gjithsesi me orgazm. Çdo prekje e partnerit ose partneres pas orgazme prapë shkakton eksitim. Dhe duke nejtë bashk, duke vazhduat prekjen, ledhatimet, puthjet, biseden, se si ishte orgazma, si pëlqej, duke u mishruar me ato klithmat që lirohen gjatë orgazmës, munden shumë shpesh me provokue edhe një eksitim të ri dhe me rifillu prapë një marrëdhënie seksuale, e prapë edhe një tjetër, ka disa marrëdhënie seksuale kur rrinë bashkë, po përfitimi është shumë më i madh kur partnerët nuk çohen më njëherë nga shtrati ose nuk largohen prej partnerit, po vazhdojnë me qëndru aty. Për dallim prej këtyne që me një orgazm e përfundojnë, dhezin cigaren, shkojnë banjo ose i kryjnë fund e veta. A është mjaftueshme kjo, është e dëmshme, është shumë e diskutueshme. Unë kur kam shkruar libër, jam mundu me zgjedh sa është mjaft ose sa duhet me bëu seks dikush. Edhe të shkletu literaturë, të pa libra, të pa revista, kam marrë përfundim që marrëdhënia seksuale është boll, është mjaft atë sa partnerët kanë nevojë. Për disa mjafton me bëni marrëdhënie seksuale për 1 muaj edhe është në rregull. S'ka nevojë më shumë, nuk duhet me ngusit, nuk është shqetësim për ta. Disa tjerë kanë qef me bë një herë në javë, disa një herë 24 orë. Ka tjerë që kanë dëshirë 4-5 herë. Pra varet shumë prej individëve. Ka shpesh raste kur nuk përputhen dy partnerë. Kur them nuk përputhen në frekuencë, në shpeshtësi. Njëri ka dëshirë me bë 4-5 herë brenda natës, ky tjetri ngopet me një marrëdhënie. Dhe është konflikt që është vështirë me menaxhu. Ka raste kur personat kanë dëshira të ndryshme seksuale. Ka vajza dhe gra që nuk mundën me arrit orgazm pa e vazhduar pas penetrimit edhe me një seks oral, pra me një stimulim oral të vulvës ose të vaginës, me një partner i cili thot unë në asnjë mënyrë nuk mundem asnjë mënyrë me bëu seks oral. Dhe çka duhet është gati si arsye kryesore që ata dy ndahen. Ndahen për shkak të mos përputhjes në aktivitet seksual, ose në frekuencë,
ose në mënyrë performimit, ose në mënyrë të ndryshme që nuk janë të gatshëm me ju përgjigj kërkesave të partnerit tjetër.